Drejtoria vendore e policisë Shkodër ka festuar sot 113 vjetorin e krijimit të policisë së shtetit. Në aktivitetin përkujtimor morën pjesë drejtues të policisë, punonjës aktual dhe ish punonjës si dhe përfaqësues të institucioneve lokale. Gjatë ceremonisë u vlerësua kontributi i brezave të efektiveve që kanë shërbyer me përkushtim dhe profesionalizëm në mbrojtje të rendit dhe sigurisë publike. Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër Gentian Berberi u shpreh se lufta kundër korrupsionit, kriminalitetit dhe narkotikëve në qarkun e Shkodrës mbetet prioritet absolut. Lufta kundër kultivimit të kanabisit ka qenë dhe mbetet një prioritet absolut. Strukturat e specializuara kanë shprehur angazhim maksimal për zbardhjen e ngjarjeve kriminale, ku profesionalizmi, puna hetimore e thelluar dhe reagimi i shpejt kanë sjellë rezultate konkrete. Reagimi profesional dhe vendimtar për kapjen flagrant të autorëve të krimeve, nga ato më të lehta deri në krimet e rënda, e me pasoja për jetën. Dëshmon qartë se policia e qarkut të Shkodrës vepron me përgjegjësi, guxim dhe vendosmëri në shërbim të ligjit dhe qytetarëve. Prefektja e qarkut Holta Duda u shpreh se fakti që policia e shtetit ka arritur të fitojë besimin e qytetarëve përbën një nga arritjet më të mëdha. Jemi shumë krenar që policia e shtetit shqiptar ka arritur besimin tek qytetarët. Kjo është arritja më e madhe, motivi, vetdia profesionale, përkushtimi profesional i policisë së shtetit është pikërisht në shërbim të qytetarëve të shtetit shqiptar. Ndërsa për kreun e Këshillit të Qarkut Edmond Ndou, roli i policisë së shtetit ka qenë dhe mbetet i pazëvendësueshëm në garantimin e rendit dhe sigurisë në vend. Roli i policisë së shtetit ka qenë dhe mbetet i pazëvendësueshëm në garantimin e rendit dhe të ligjit, në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, si dhe në mbrojtjen e jetës dhe pasërisë së qytetarëve. Në këtë përvjetor, në Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër u shpërndan certifikata mirënjohje për disa efektiv të kësaj drejtorie. 113 vjetori i policisë së shtetit shënon një histori sakrifice për kushtimin dhe shërbimin ndaj qytetarëve dhe vendit.